sa ujë duhet të pi një grua shtatzan gjatë periudhës së verës gjithmonë? Atëre, ne në përgjithësi u themi pacienteve që duhet të marrësh 2-3 litra lëngje, mos ta themi ujë, mos ta përthejmë thjesht ujë, sepse ti mund të hash një pjatë me supë dhe është lëng, ka ujë brenda. Mund të pish lëng fruta spremuto dhe prap ka ujë. Pra, rekomandohet gjithë normale 2-3 litra lëngje. Sigurisht, në shtatzani, momenti që kemi një jetë intese për jashta, në temperatura të larta, në diell, sigurisht rekomandohet në varësi situatës. Ajo që u themi ne pacienteve, se është shumë interesante kjo, njerëzit kërkojnë të marrin ujë kur kanë etje. Por kur ti ke ngacmuar qendrën e etjes, i bie që ti je dehidratuar, pra e ka marrë komandën organizmi që ka mangësi të likideve. Dhe ne u rekomandojmë pacientit mos pritë të marrë etja që të fillosh të pish ujë, por bëje në planin e punës që her pas here të pish ujin, me idenë që mos ta lësh trupin në atë pikun kur thot organizmi që shiko, kem etje, duhet të pim lëngje. Lamuri kuq. Po pra, atëherë është me drita të kuqe kur ke etje dhe ne themi mos prit të ndihen llamat e kuqe, por direkt vazhdo në mënyrë të vazhdueshme të pish lëngje me idenë që të krijosh ato raportet e ekuilibrat e hidratimit.